Kohë mashtrimesh është libri publicistik me autorsi të gazetarit Arben Vata, i promovuar në ambientet e Universitetit Evropian të Tiranës. Miq, kolegë të gazetarit, personalitetet të spikatura të medias dhe politikës shqiptare ishin të pranishëm në prezantimin e 101 ndalesave të gazetarit Vata. Henry Qili, i cili ka shkruar parathenen e librit, e vlerëson atë si shumë të arrirë dhe që do të vinë në ndihmë brezave të rinj. Nga një historia e luftës është e luftëtarëve dhe jo e generalëve, dhe në paralel me këtë për gazetarin do të thoya që historia e gazetarisë në një farë mënyrë është historia atyre që e bën atë vërtet nga terreni dhe jo thjesht e drejtuesve që kanë konjunkturën e tyre, kontekstin e tyre, shkëlqimin dhe rënien e tyre. Arben Vata është një koleg konstant në median shqiptare, me një veprimtari konstante të lidhur vetëm me gazetarinë dhe me asgjë tjetër. Vetë autori tregon për punën e tij të dokumentuar në këtë libër. Unë jam munduar të grupoj në 10 tituj, në 10 kapituj, të gjitha zhvillimet historiko-politike shoqërore të vendit, duke nisur që me zgjedhjen e presidentit, me zgjedhjet përgjithësi, me problematikën e zgjedhjeve, me paradoksë zgjedhore, me Kosovën dhe Greqinë, me problemet e krimit dhe korrupsionit, me çështje sociale etj. Më është dashur një kohë rreth 2-3 muaj sa të grumbulloj një pjesë të mirë të arkivizimit, sepse sigurisht kam edhe shkrime të tjera dhe i kam grupuar besoj një ndarje të këndshme për lexuesin. Ka gjëra që arkiva ditën sot nuk e ka, aty janë zhvillimet thuajse zhvillimet kryesore politike dhe ekonomike të gjithë këtyre viteve dhe besoj nëse dikush ka interes që të shikoj një syt paravor, mendoj një syt paravor të këtyre zhvillimeve, besoj ka aty. Libri i gazetarit Arben Vata, Kohë mashtrimesh, 101 ndalesa nga arkivi i gazetarit për gjatë viteve 2004 deri në vitin 2013, është një botim që përfshin për 9 vite në brendësitë të tij protagonistët kryesor politik në vend me paradokset dhe enigmat e tyre. Arben Vata ka mundur të ndërtojë përmes një stili kritik një identitet të asaj që do të duhet të kërkojnë jo vetëm studiuesit politik, por edhe sociologët.